Përshëndetje, Nderim Lushi, shkina Kukës. Thjesht për transparencë, për korreksi, doja të lexoj disa emra të deputetëve të Parlamentit Shqiptar, të cilëve u kam nisur deri tani janë 8 deputet. Do të mundohem 80-90% deputetëve, jo të gjithëve, t'u dërgoj pra këtë letër informuese mbi kukëspost.com, mbi Nderim Lushi, mbi marrëdhënien time për procesin gjyqësor që ka me gjykatën e Kukësit, ku ambasada amerikane ajo britanike Edi Rama kanë porositur prokurorin, pra përmes prokurorisë të më gjykojnë me nene të 265-266. Janë nene politike, bazohen në disa video në YouTube, bazohen në kukëspost.com, pra janë 100% mbi atë që quhet liria e shprehjes. Amerika nuk u duron lirinë e shprehjes, nuk është tolerante. Gjithashtu edhe Britania e Madhe, ata quajnë gazetarit pavarur vetëm ata spion që paguhen CIA dhe MI6 i britanik, ata quajnë media të pavarur ose të varura vetëm ata që paguhen qeveria britanike e Edi Ramës. Ata ambasada amerikane kërkon që njerëzit shqiptarët kur të flasin të kërkojnë licencë pra tek ambasada amerikane. Ambasada britanike ka këtë mentalitet, kërkon që shqiptarët të marrin licencë për të shkruar tek ambasada britanike, etj. Gjithsesi, emrat e deputetëve që shqiptarët që u kam nisur një letër deri tani, sepse ata ndoshta nuk e kontrollojnë emailin, por pra ta bëj publike që të ketë pak përgjegjësi me publikun. Emrat janë pra pas zoti Pazonja, Niko Peleshi, kjo është kryetari i parlamentit, më duket, kështu më pas tani, nga që nuk i shoh lajmet më, kam hequr dorë nga të informohem rreth politikës shqiptare, nuk ja vlen. Pra Niko Peleshi, Ardea Pirdeni, Ardi Qose, Ardimir Kadeli, Agron Shehaj, Agron Gaxho, Agron Malaj dhe zonja Albana Vokshi. Dhe fundit, por vazhdojnë, ka se 2 ditë që ja kam nisur, njëkohësisht sigurisht po dërgoj emaile që nga Parlamenti Meksikës, Parlamenti BE-s, qeveria e Afganistanit, një deputet që kishte një shajp, një shqiptar në Parlamentin Serb, ishte nga këto provincat shqiptare, ishte interesant, shajp Kamberi më duket, nuk jam i sigurt, të cilët nuk i punonte emaili, ja dërgova edhe në Facebook, shumë interesant, u dërgova disa shqiptarëve deputet në Malzi, gjithë grupeve parlamentare të Republikës shumë të vogël të Malzi, disa media në Kosovë, kryeministit Kosovës sigurisht, disa parlamentarëve të Kosovës, sigurisht i dërgova dhe gjithë qeveria ballkanike një email qeverisë italiane dhe parlamentit italian. Sigurisht unë dua t'i drejtohem pra edhe një herë faktorit amerikan dhe faktorit britanik prezent në Shqipëri, që nuk kam pse janë kaq ekstremist, nuk kam pse janë kaq urrëtës të fjalës së lirë, pra të lejojnë që njerëzit të shkruajnë, të lejojnë që njerëzit të flasin, siç është rasti im, siç është rasti i Serbi Lushit, të vllait tim, i cili ka shkruar një libër, nuk ka asgjë të keqe, janë me mijëra miliona libra të shkruar. Nuk e di sa është shpejtësia e prodhimit të librave në Amerikë, 44.000 në ditë më duket. Nuk jam i sigurt me shifrën, por është një shifër shumë e madhe. 4.000 në ditë libra. Siç e thash, mund të mos jetë vërtet si shifër, por është 2.000, 6.000 diçka e tillë. Dhe nuk ka asgjë të keqe nëse Serbi Lushi shkruan një libër, nuk ka asgjë të keqe nëse Nderim Lushi, Serbi Lushi dhe qytetarët e tjerë shqiptarë mbajnë një blog, hedhin her pas here video, hedhin her pas here një shkrim. Është një drejtë elementare, kjo nuk të thotë që Amerika punoj para, ajo na ka izoluar ekonomikisht 100%. Kjo nuk të thotë që Amerika po na i lën të qeta familjet tona. Ajo vazhdon luftën, kryqëzatat kundra familjeve shqiptare për t'i coptuar, për t'i shkatruar rast pas rasti pra. Kjo nuk të thotë që Amerika po lejon që njerëzit të kenë prona, të kenë shtëpia me letra etj. Amerika në Shqipëri e ka detyruar si rrallë vend në botë që njerëzit të detyrohen të bëjnë shtëpiat pa letra, nuk kanë tokë për të marrë pronësinë e tokës. Sot është si të marrë vizë për Mars, e njëjta gjë këtu në Shqipëri. Pra nuk ka asnjë liri ekonomike, asnjë liri politike. Kjo është e fundit liri bazike e qytetarëve shqiptar, pra liria për të shkruar një libër, liria për të pasur një blog, pra liria për të paktën kur të godasi faktori britanik
dhe faktori amerikan në Shqipëri, ti të kesh të paktën të drejtë ankohesh. Kjo është një drejtë që ka qenë në shoqëri njerëzore gjithmonë, e drejta për të ankuar, pra, e drejta për të diskutuar, për të bërë pyetje. Kjo nuk do thotë që Amerika po na jep para, po na jep liri, asgjë s'po na jep. Sot unë konkretisht jam i detyruar se 3 deri në 4 vite të jetoj në bjeshkët e fshatit tim. Edhe pse jam i lumtur në bjeshkët e fshatit tim, edhe pse nuk dua më shumë para, jam në rregull pra me 1000 euro në vit, kaq dua, mjafton që mos të jem borxh tek bankat amerikane, të cilat i kanë ngritur si korpudha në çdo qoshe të qyteteve shqiptare, pra Amerika, e cila i kërkon njerëzit të gjithë të mvarur financiarisht. Amerika i kërkon njerëzit pas një lloj morali, me alkool dashës, pra me varësi ndaj alkoolit, varësi ndaj drogës, sepse kështu i sklavëron më lehtë, sepse kështu do të thënë i zvarrit dhe i shtyp më lehtë shqiptarët, pra. Këto janë politikat e njohura, pavarësisht se çfarë thotë ambasada amerikane në Shqipëri. Ja sot unë përballem me 2 nene që parashikojnë 18 vite burg. Nene të porositara të drejt për drejt nga ambasada amerikane dhe ajo britanike. Pasi në focus.kukus.com janë ca politika, diskutohen ca ide, filozofi politike që ka të bëjnë vetëm me gjërat makro, që ka prekin realisht, minimalisht vetëm interesat e politikës jashtme amerikane. Gjithsesi, ambasada amerikane duhet jetë më tolerante, më e qetë, bashkë me ambasadën britanike, duhet mbajnë pozicionet e tyre që u takojnë, të paktën minimalisht. Drejtësia shqiptare duhet jetë relativisht e pavarur. Kryeministri Rama ka deklaruar që do t'i përkthejë me inteligjencë artificiale ligjet nga anglishtja. Nuk ka nevojë që ligjet të përkthehen nga anglishtja. Pse duhet i bëjnë britanikët ligjet tona? Kemi gjithat parlament të zhurmshëm dhe të cilët bindur që janë gjithë profesionistë ose një pjesë e mirë të paktën. Pse mos i bëjnë këta ligjet tona? Të konsiderojnë fenë që kanë shqiptarët, të konsiderojnë kulturën, traditën që kanë shqiptarët, pozitat gjeografike, mundësitë ekonomike. Pse duhet vinë nga Londra tjetri, na i shkruaj ligjet anglisht dhe na i përkthej Edi Rama me artificial intelligence, pra me inteligjencë artificiale, dhe ato ligje tani t'i jepet gjykatës Kukshit dhe të më dënojnë mua ose gjithë qytetarët shqiptarë. Sigurisht që kjo nuk është as pak e drejtë. Dhe një herë ftoj ambasadën amerikane të bëhet më tolerante, më e qetë. Nuk duhet të ketë frikë nga fjala e lirë, nga blogjet, nga YouTube-i. Në fundit interneti është diçka që e kanë krijuar amerikanët. Pra janë si thuash teknologji që i ka demokratizuar dhe që u ka ofruar qytetarëve të zakonshëm vetë Amerika. Nuk i kam shpik unë internetin, blogun, përderisa as Facebookun, përderisa Facebook, rrjetet sociale i lejojnë këto shkrimer, pas ata i kanë shumë të ashpra ata politikat i lejojnë, do thotë që ata nuk shkelin asnjë ligj në asnjë vend të botës. Edhe pse kjo nuk është, si thuash, juridikisht, si thuash e saktë. Prandaj nuk duhet të kenë frikë nga një blog, s'duhet të kenë frikë pse Ndenim Lushi një herë në 6 muaj bën një video në bjeshkën e Shkinakit të quajtur Kosar. Gjitha e ambasadë, ka gjitha ato miliarda dollar që financon rrjetet e CIA Shqipëri, që financon gjithë mediat, gjithë gjykatat, dhe sot shfaq frikë, shfaq panik, thjesht pse kanë bërë 2-3 shkrime që kanë shpjeguar që ministri i jashtëm i Iranit është terrorist britanik. Po e them këtu terrorist, është pra ministri i jashtëm i Iranit, ka studiuar në Londër dhe nuk bën sens që të konsiderohet një armik i Londrës, përderisa ka qenë dhe punonjës i Ministrisë së Jashtme në Iran, njëkohësisht ka qenë dhe student në Kent të Britanisë së Madhe. Ba kjo tregon çfarë që kemi të bëjmë me një spion të MI6-it. Fakti që unë i lexoj këto gjëra, pra nuk ndjeki politikën ose propagandën zyrtare të Amerikës, nuk ka pse shqetësor shumë ambasadën amerikane. Në fundit unë nuk kam as famë dhe as shikueshmëri. Blogu që ka Kukës Post ka mesatarisht 20-30 klikime në ditë ose më pak, ka raste 0. Gjithsesi do ju mbaj thjesht për transparencë, pra shikueshmëria sigurisht është e vogël, interesi i qytetarëve shqiptar është i vogël sepse qytetarët shqiptar kanë ikur tashmë, janë në emigrim.
regjimi nuk I ka lënë pra që të kenë opsione të tjera, veç se të braktisin vendlindjen, vendin e tyre dhe të enden si emigrantë rrugëve të Europës dhe me gjërë në tërë botën. Ju falenderoj, Nderim Lushi, Shkinak Kukës.